Përshëndetje shenja ujorit, kjo është panorama e interpretimit mujor. Pas lutjes dhe meditimit, kartat i ndava në 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria dhe puna. Në gjendjen tuaj personale kemi 3 shkopinjt dhe 8 shpatat, të cilat ranë njëkohësisht së bashku, mbreti i shpatave, gjykimi dhe në fund 4 kupat. Muaj gusht për ju duket se ka nisur tashmë, me një përzierje shprese dhe pasigurie. 3 shkopinjt dhe 8 shpatat, të cilat ranë së bashku, tregojnë se edhe pse keni filluar të shihni mundësi ose horizonte të reja, njëkohësisht mund të jeni ndjerë të bllokuar ose të bllokuara nga dyshimet, frika ose mendimet e tepërta. Ka qenë sikur një pjesë e juaja ka dashur të ecë përpara, ndërsa një pjesë tjetër ka hezituar të ndërmarrë hapin e radhës. Edhe pse 3 shkopinjt tregon se syt janë drejtuar nga e ardhmja, 8 shpatat nënkupton se diçka ju ka mbajtur pezull ose në pritje të zhvillimeve. Me vazhdimin e muajit, mbreti i shpatave tregon se situata mund të fillojë të qartësohet. Informacioni që prisnit, një bisedë ose një vendim mund t'ju ndihmojë të shihni më qartë se cili është drejtimi që duhet të ndiqni. Dhe pasi të merrni vendimin të bazuar te faktet dhe jo te frika, gjykimi sugjeron se do të kuptoni më qartë se cili është hapi i duhur. Ky ndërgjegjësim mund t'ju ndihmojë të mbyllni një kapitull dhe të hapni rrugën për një fazë të re. Vendimi që merrni mund të mbyllë një kapitull të rëndësishëm, por karta me 4 kupat tregon se ka ende hezitim për ta përqafuar plotësisht fazën e re. Në tërësi, edhe pse muaji gusht ka nisur me luhatje mes shpresës dhe pasigurisë, kartat tregojnë se qartësia që do të fitoni gjatë muajit gusht ju ndihmon të merrni vendime të rëndësishme. Megjithatë, unë do të thoja të mos lejoni që zhgënjimet ose hezitimi të bëhen pengesë për mundësitë që ofrohen. Kartat këshillojnë të mos lejoni hezitimin t'ju mbajë larg mundësive që tashmë i keni përpara. Kalojmë tek familja. Në familje kemi mbretëresha e monedhave, asi i monedhave, mbreti i shkopinjve, 2 shkopinjt. Në familje, muaji gusht duket se ka nisur me një përkushtim më të madh ndaj familjes dhe ndaj çështjeve që lidhen me sigurinë dhe mirëqenien. Mbretëresha e monedhave tregon se kujdesi për familjen ose dëshira për të krijuar më shumë stabilitet ka qenë në qendër të vëmendjes. Me vazhdimin e muajit, asi i monedhave sugjeron se mund të shfaqet një mundësi konkrete që sjell më shumë siguri, ose sikur hapet një kapitull i ri për familjen, në aspektin financiar ose në ndonjë zhvillim tjetër të rëndësishëm. Më pas, mbreti i shkopinjve, pa dallim gjinie, tregon se kjo mundësi do të kërkojë iniciativë, do të kërkojë guxim dhe vendosmëri për të marrë drejtimin e situatës. Në fund të muajit gusht, 2 shkopinjt sugjeron se pasi të hidhen hapat e parë, vëmendja do të përqendrohet te planet afatgjata dhe te zgjedhjet që do të ndikojnë në të ardhmen e familjes. Në tërësi, kartat tregojnë se muaji gusht mund të krijojë baza më të forta për familjen, duke sjellë mundësi që kërkojnë vendime të menduara mirë dhe një vizion të qartë për të ardhmen.
Kartat këshillojnë të shfrytëzoni mundësitë që ju vijnë dhe të ndërtoni mbi to me vizion afatgjatë. Kalojmë në dashuri. Në dashuri kemi faqa e shkopimve, 9 shpatat, 9 kupat, 2 monedat. Në dashuri, muaji gusht duket se ka nisur me një shkëndij të vogël për disa nga ju. Faqa e shkopimve nënkupton një zhvillim që ka zgjuar interes, ka zgjuar kurreshtje, ose ka zgjuar emocion. Gjithashtu, tregon se diçka e re mund të ketë tërhequr vëmendjen tuaj, por ndërsa situata fillon të zhvillohet, 9 shpatat sugjeron se edhe mund të lindin shqetësime psikologjike. Pra, ajo që në fillim të muajit mund të ketë zgjuar entuziazëm ose interes tek ju, me kalimin e ditëve mund t'ju bëjë të mendoni më shumë se ç'duhet, sepse 9 shpatat këtë tregon se dyshimet, pasiguritë ose frika për rezultatin mund të fillojnë të zënë vend në kokën tuaj. Më pas, rreth javës së tretë të muajit gusht, 9 kupat tregon se pasi të kapërceni këto pasiguri, mund të kuptoni më qartë se çfarë ju bën vërtet të lumtur dhe se çfarë dëshironi nga dashuria. Për disa prej jush, kjo kartë mund të tregojë edhe përmbushjen e një dëshire, ose mund të nënkuptojë gjithashtu një situatë që ju sjell më shumë kënaqësi emocionale. Në fund të muajit gusht, 2 monedat sugjeron se kjo përmbushja e dëshirës mund t'ju vendos përballë nevojës për të gjetur ekuilibrin. Për disa nga ju, kjo mund të lidhet mes dashurisë dhe prioriteteve të tjera, ndërsa për të tjerët mund të jetë dilema mes 2 zgjedhjeve, ose dilema mes 2 situatave sentimentale që kërkojnë menaxhim dhe maturi. Në tërësi, kartat tregojnë se edhe pse muaji gusht mund të sjellë pasiguri emocionale, ai ka potencialin të përfundojë me më shumë qartësi mbi atë që ju bën vërtet të lumtur. Por sfida do të jetë ta ruani këtë ekuilibër pa u lënë të udhhiqeni nga frika ose nga emocionet e momentit. Kartat këshillojnë të mos lejoni që mendimet e tepërta të errësojnë atë që zemra ju tregon. Unë do të thoja të ruani ekuilibrin dhe të zgjidhni atë që ju sjell qetësi. Kalojmë tek puna. Në punë kemi 9 monedat magjistari, 10 shpatat, 6 monedat. Muaji gusht duket se ka nisur me ndjesinë se përpjekjet tuaja kanë filluar të japin fryte. 9 monedat tregon se mund të jeni ndjerë më të sigurt ose më të sigurta në atë që keni arritur, duke krijuar një bazë të mirë për hapat që do të pasojnë. Me vazhdimin e muajit, magjistari sugjeron se do të keni mundësinë të vini në përdorim njohuritë, aftësitë ose burimet që zotëroni, pra për të nisur ndonjë projekt, për të zgjidhur ndonjë situatë ose për të krijuar një mundësi të re. Megjithatë, pasi merrni iniciativën që manifestohet nga magjistari, mund të kuptoni se jo çdo përpjekje përfundon siç e kishit shpresuar. Sepse 10 shpatat në javën e tretë të muajit gusht tregon se fundi i një situate mund të jetë i dhimbshëm dhe duket se
një situatë profesionale mund të arrijë në një fund që nuk është i lehtë për t'u pranuar. Mund të ketë për disa nga ju një ndryshim të papritur, ose mbyllja e një situate mund t'ju bëjë të mendoni se diçka tashmë ka marrë fund. Pra, siç thash, rreth javës së tretë të muajit gusht, 10 shpatat nënkupton se pikërisht kjo mbyllje mund të hap rrugën për mbështetje, për bashkëpunim ose për një ekuilibër më të mirë që simbolizohet edhe nga karta me 6 monedhat në fund. Pra, 6 monedhat tregon se pas kësaj faze mund të vijë më shumë ekuilibër, të vijë mbështetje ose një shkëmbim i drejtë që ju ndihmon të rifitoni sërish stabilitetin. Në tërësi, edhe nëse një situatë profesionale mbyllet, kartat tregojnë se aftësitë tuaja dhe mbështetja që mund të merrni do t'ju ndihmojnë të krijoni një ekuilibër të ri dhe më të qëndrueshëm. Kartat këshillojnë të mos keni frikë të lini pas atë që ka përmbushur ciklin e vet, sepse shpesh fundi i një rruge krijon hapësirën që një mundësie të hyjë në jetën tuaj. Sfida e muajit për ju është karta kujdesi. Kujdesi nënkupton se do t'ju duhet të gjeni ekuilibrin mes guximit për të ecur përpara dhe nevojës për të mos marrë vendime të nxituara. Për disa nga ju, sfida mund të jetë të mos nxitoheni nga entuziazmi i tepërt, ndërsa për të tjerët sfida mund të jetë të mos lini që frika ose dyshimet t'ju pengojnë të shfrytëzoni mundësitë që ju serviren. Bekimi i muajit për ju është karta rrëfimi. Kjo kartë nënkupton se një bisede sinqertë, pranimi i një të vërtete ose shpreha e ndjenjave që janë mbajtur për brenda mund të sjellin çlirimin që keni kërkuar. Për disa nga ju, bekimi mund të vijë edhe duke dëgjuar ju vetë ndonjë rrëfim ose ndonjë sqarim që ndryshon mënyrën se si e shihni një situatë të caktuar. Paç.